Ndërkohë Sokol, ndalemi një tjetër zhvillim mbrëmjen e djeshme u ekzekutua një 30 vjeçar, Endri Goxhaj, në qytetin e Memaliajt, cili ka qenë shkaku për këtë ngjarje kriminale dhe si ka ndodhur e gjithë kjo ngjarje e rëndë, ku kujtojmë që qyteti i Memaliaj është rënditur edhe disa vite më parë nga ngjarje të tilla kriminale. Tani, dyshimet kryesore të hetuesve pra të drejtorisë vendore të policisë së Gjirokastrës janë mbi konflikte për pazaret të drogës. Të paktën kjo është ajo çfarë ata dyshojnë fillimisht, që ka nisur pra konflikti i cili ka përfunduar një ditë më parë me një person të plagosur dhe një viktim që nuk mundi pra të mbijetoj plagëve të marra dhe më konkretisht të 30 vjeçarit Endri Goxhaj. Në fakt, nga ajo çfarë ne kemi arritur të mësojmë përmes zburimeve policore, bëhet me dije se ka patur një shkëmbim zjarri midis të dy grupeve pra kriminale, sepse të tilla konsiderohen tashmë nga ana e hetuesve të policisë, dhe kemi patur pra këtë bilanc pra të një viktime dhe një plagosuri. Pak a shumë, frika e hetuesve ka qenë paktën kur është mbritur në ngjarje dhe janë mbledhur provat e para, mund të kishte ndodhur një masakër shumë e rëndë, nga sa kemi pra deri në këto momente. Sa ka qenë numri personave të përfshirë? Gjithçka mund të ishte precipituar shumë e rëndë për shkak të shkëmbimit të zjarrit. Sokol, sa ka qenë numri i personave që janë përfshirë në këtë konflikt që mund të kishte qenë fatal dhe tragjik? Në fakt, mbetet e paqartë numri konkret, bëhet fjalë për dy grupe pra. Mund të themi që kanë qenë më tepër se 2 apo 3 persona nga secili grup pra i cili është konfliktuar. Rezultatet e hetimeve paraprake pra të policisë të paktën deri më tani kanë nxjerr pra edhe 2 persona të cilët tashmë janë shpallur në kërkim, bëhet fjalë për 2 vëllezër të cilët njëri prej cilëve në fakt ka mbetur pra i plagosur. Bëhet fjalë për Dali Nelën, i cili rezulton po ashtu të jetë dhëndër pra në familjen në fisin Kalemi. Bëhet fjalë për një prej fiseve më të njohura pra të Memaliajt për shkak të përfshirjes në disa ngjarje të ndryshme kriminale të viteve të fundit. Kujtojmë edhe një masakër pra të ndodhur që u përmendet pak më herët në Memaliaj. Përmendëm pak më herët që kanë qenë pra konfliktet për të hershme për lëndët narkotike, ndërkohë nga ana tjetër nga ajo çfarë ne kemi arritur të mësojmë pra përmes zburimeve policore është se policia, pavarësisht se ka të zbardhur deri diku një dinamik të ngjarjes, e ka të paqartë cili është autori konkret pra i cili ka qelluar në drejtim të viktimës. Njëri prej të cilëve pra sigurisht është Donaldo Nela, i cili rezulton paktën sipas zburimeve tona, personazh i njohur për policinë dhe për drejtësinë, me precedent të theksuar kriminal pra të mëhershëm, i përfshirë po ashtu në trafik të lëndëve narkotike, pasi rezulton që në vitin 2018, grupi i tij pra ka qenë i goditur nga ana e policisë së Sarandës për shkak të trafikimit të lëndëve narkotike. Po ashtu, ky person, pra Donaldo Nela, i cili është shpallur tashmë në kërkim, ka qenë i dyshuar edhe si autori një grabitje të ndodhur pra në Tepelen në disa kohë më përpara. Ndërkohë ka patur edhe dëshmitarë të cilët janë marrë në pyetje nga ana e policisë që kanë vendosur, që kanë qenë pra aty në momentin kur ngjarja ka ndodhur, por për fat të keq asnjë e dhënë pra nga ana e tyre nuk është se ka shërbyer në mënyrë të plotë për të sqaruar ndonjë dinamik të qartë mbi ngjarjen e rëndë pra që ndodhi një natë më parë. Faleminderit Sokol Tema, nëse do të kesh të tjera informacione shtesë me njerë do të lidhemi së bashku.